Gjitha legislaturat, pa marrë parasysh, se nuk ishte raport i përgatitur nga ne, ishte raport i përgatitur dhe i votuar edhe nga përfaqësues të tyre pranë Komisionit Qendror Zgjedhor për mandatet e marra e fituara, në fakt, nga gjitha grupimet politike. Kur ata filluan të abstenojnë që në fillim, gjithsesi mos marrin pjesë në votim, u vrejt se nuk ka shenja të mira të funksionimit. Se një plan i zvarritjes më shumë se sa i blokimit të formimit të qeverisë Kurtit 3, duke qenë se edhe dijej se nuk i kishit 61 vota për ta formuar qeverinë dhe si rrjedhoi edhe mund t'ju lenin të shkonin deri aty ku të rrjedhte afati 15 ditësh dhe pastaj t'i kalonte partisë së dytë. Në secilin, unë mendoj që këtu ka pasur diçka tjetër, shtesë. Domethënë në rrjedhjen e të njëjtës çfarë ju në logjikën e njëjtë që ka ju e përshkruat, është diçka më tutje. Që ata nuk kishin marrëveshjen mes vete për formimin e qeverisë së opozitës së deri tashme. Do të thotë, këtu ishte ajo esenca e gjetjes së arsyeve për zvarritjet më të tjeshme, për shkak se ata nuk e kishin. Se imagjinoni sikur ata ti kishin 61 vota, sa do me nguti do të shkoni dhe asnjë prej çështjeve që u ngritën në vazhdimsi, nuk do të ishte çështje për gjykatën kushtetuese, po do të vraponin pas votimit të qeverisë dhe marrjes së pushtetit. Dhe këtu vijem në konkluzionin apo përfundimin se të gjitha partive ju ka konvenuar kjo zvarritje, duke qenë se as ju nuk i kishit numrat, nuk i kishte as opozita. Për dallim se ne në asnjë mënyrë nuk kemi sjellur njëjtë sikur sa ata. Asnjëherë nuk i kemi ikur votimit, asnjëherë nuk i kemi ikur përgjithësisë, si dhe disa herë radhazi është provuar të gjendej zgjidhje dhe të ofrojë edhe të kërkojë marrëveshje politike për konstituim të kuvendit dhe për qeverisje. E dini ka qenë ftesa 2 herë e kryeministit Kurti, kryetari i televizjes vetëvendosje për krerët e partive politike. Në herën e parë ka shkuar vetëm kryetari i Partisë Demokratike me Emri Krasniqi. Kjo ka pasur të bëjë me konstituimin e kuvendit. Herën tjetër ka qenë letra e drejtuar Lidhjes Demokratike Kosovës, jo vetëm për konstituim të kuvendit, por edhe për formim të institucioneve, gjithsesi për formimin e qeverisë, kërkesa, oferta për marrëveshje politike. Nuk ka pasur as takim se LRM fillim të diskutimeve. Herën e tretë ka qenë diskutimi i përbashkët me gjitha krerët e partive politike, të cilat janë të përfaqësuara në Parlamentin e Kosovës për të dalë nga kjo situatë pasak gjykimit të parë të gjykatës kushtetuese, të cilin e kishin dorëzuar deputetët e Aleancës për Armërinë e Kosovës bashkë me disa deputetë të Lidhjes Demokratike dhe të Partisë Demokratike. Prandaj, nga ana e jonë si grup parlamentar ka pasur vazhdimisht përpjekje për të gjetur zgjidhje, për të hyrë në një fazë ku do të rrjedhë afati. Përkundrejt që s'ka marrëveshje politike ose s'ka pasur marrëveshje politike, jemi të gatshëm dhe kemi qenë të gatshëm që të dalim para fillimit gjithsesi të marrim përsipër përgjegjësitë për krijimin e institucioneve. Në të kundërtën ka ndodhur me partitë deri tashmë opozitare që nuk kanë pranuar. Dhe në momentin kur nguron, nuk vepron, nuk voton, nuk merr vendim dhe nuk pranon oferta që të vinë, nuk e di se cila mund të jetë zgjidhja tjetër. Nuk mund të qëndrojmë ne në derë të gjykatës kushtetuese, duke pritur që të gjitha zgjidhjet e problemeve tona politike do i gjejmë tek gjykatësit e gjykatës kushtetuese. Në fund të ditës ata gjykatës votohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Është bërë praktik tash për secilin problem në perceptimin tuaj. E kam fjalën për detaje sepse shpesh herë edhe në studion tonë dhe në studio tjera televizive është diskutuar që ndoshta gjykata kushtetuese ka lënë hapësirë më pas që edhe të interpretohet në çfarë do mënyre nga partitë politike ato se çfarë edhe i ka propozuar ose urdhëruar siç e thatë edhe më herët. Në këtë formë, konsiderojnë se tashmë është bërë praktikisht që për secilin gjët shkohet tërkitet në derën e gjykatës kushtetuese? Po, ajo ka qenë praktike edhe gjatë mandatit të kaluar, do thotë gjatë legislaturës së tretë. Nëse mbanin mend në secilin gjithsesi votim të draft ligjit në lexim të parë apo ligjeve në lexim të dytë, në ato ku s'kan mundur të ndalin me vot në kuvend për shkak se i kishim shumicën, opozita e atëhershme ka dërguar në gjykatë kushtetuese. Dhe si rrjedhoi e kësaj ne i kemi diku nëse nuk gaboj edhe 9 ligje